Efektet anësore të losartan, cilat janë? Ndonë se losartan është një barë që tolerohet mirë, si çdo barë, edhe gjatë përdërimit të tij mund të shfaqen efektet anësore. Ndërto më të shpeshta janë marramendja apo ndjesia të fitit. Ky efekt anësor shfaqet kryesisht në fillim të mjekimit. Dhe me kohën duket sikur trupi dhe organizmi i njeriut mësohet me të, apo ambientohet me të, dhe me kalimin e kohës bëhet më pak shqetësues. Një efekt tjetër anësor që vërehet kur merret losartan dhe fillimisht në fillim të mjekimit është tek të moshuarit mbi 65 vjeç. I ashtu quajturi hipotensioni ortostatik. E sqaruar është rënja e madhe apo luhatja e madhe e tensionit kur ngrihemi shpejt nga pozicioni ndenjur në këmbë apo nga shtrirë në këmbë. Kjo shoqërohet me marrje të menç të theksuar dhe humbje ekuilibri, gjë që mund të sjellë edhe rrezimin apo përplasjen e pacientit, me pasoja që mund t'i merrni me mend. Efekt tjetër anësor i losartan është hiperkalemia, pra rritja e kaliumit në gjak në vlera më të larta se zakonisht. Kur kjo ndodh, mund të shoqërohet me lodhje, dobësi muskulare, rrahje të çrregullta të zemrës. Për këtë, gjatë mjekimit me losartan, periodikisht duhet të maten nivelet e kaliumit në gjak. Kur dhe sa shpesh përcaktohet nga mjeku juaj. Efekte anësore të tjera janë dhimbje koke, lodhje apo ndjenjë dobësie, simptoma si të gripit, bllokim hundësh, kohë dhe lehtë e të tjerë. Ky ishte një informacion i shkurtër apo si quhet ndryshe shorts. Për të marrë informacion më tepër rreth barit losartan, hyni në Google apo në YouTube dhe kërkoni semafori i barnave apo e kuqe për losartan, apo e verdhë për losartan, apo jeshile për losartan, ku fjalët shkruhen bashkë dhe pa ndarje dhe ju kështu do të hyni në kanalin Semafori i Barnave, një kanal dedikuar edukimit mjekësor për barnat dhe do të merrni gjithë informacionin që nevojitet për këtë bar dhe për barnat e tjera. Faleminderit.